الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد të gjitha falëndërimët mirë njohjet tona i takojnë vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu. Përshëndetjet, lëvdatat, mirësia e Zotit Gjelle Gjelaluhu, të gjitha të të buara tek njeriu më i mirë i njerëzimit Muhamedi i biri Abdullahut alayhi salatu wassalam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pasta e të gjithë besimtarët e cilët e ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, të pranishëm të nderuar xhamatli, me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu, do të vazhdojmë në plotësimin e ligjëratave tona mbi shkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kemi kaluar një pjesë dërmuese nga jeta e tij e ndershme alayhi salatu wassalam dhe kemi përmendur se ajo e cila e kemi cekë në ligjërat është një pjesë e përgjithshme e historisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe në çdo përmendje të përgjithshme ka detale të cilat kanë mundësi të hulumtohen dhe të lexohen nëpër librat e muslimanëve. Andaj sot me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu do të mundohemi ta përfundojmë vitin e 8 të Hijrit me ndodhinë më të rëndësishme e cila ka ndodhur në këtë vit pas vitit të 7 të Hijrit ku ndodhi ajo e cila përmendëm prej betejës së Khajberit, betejës së Mu'tes dhe disa prej ngjarjeve të cilat e veçuan këtë vit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka ndodhi në vitin e 8 të Hijrit? Viti i 8 i Hijrit veçohet dhe theksohet me çlirimin e Mekës, me përjashtimin e traditave dhe pushtetit të cilin e kishin Kurejshët në Mekë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me urtësinë e tij, me lëvizjet e menaxhuara prej Zotit Gjelle Gjelaluhu, çdo lëvizje me urtësi, çdo hap me dije, çdo zhvendosje dhe vendosje u bënte në emër të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Asnjë hap për inati, asnjë hap për hatër, asnjë lëvizje për ngopjen e dëshirave dhe tekave të dikujt, por gjithçka për hir të kënaqësisë së Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj me shumë prehtësi dhe me shumë stabilitet të madh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vitin e 8 të Hijrit i ndodh edhe çlirimi i madh të cilin ja premtoi Zoti jon Gjelle Gjelaluhu në surën Al-Qasas, ku i tha Allahu Gjelle Gjelaluhu wa inna laradduka ila mi'ad, dhe na do të kthejmë ty atje prej kur je për zonë, do të kthejmë atje nga je dëbue. Andaj viti i 8 i Hijrit veçohet me çlirimin e Mekës. Dhe pas çlirimit të Mekës, natyrshëm ndodhi një betejë shumë e madhe, dhe ajo është betejë e Hunenit, ku Allahu Gjelle Gjelaluhu për shkak të një fodulloku të vogël të sahabeve ndodhi një lloj humbje e vogël e pastaj Zoti jon Gjelle Gjelaluhu i rregulloi dhe i mposhti armiqt e tyre. Por se neve do të fokusohemi me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu në këtë detaj, dhe ajo është çlirimi i Mekës. Pastaj në ligjëratën e ardhme na ngel Haxhi Lamtumirës, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam e ban Haxhin Lamtumirës në vitin e 10 të Hijrit nga emigrimi i tij i ndershëm alayhi salatu wassalam, dhe me hyrjen e vitit të 11 të Hijrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndron jetë dhe përcillet te Zoti vet Gjelle Gjelaluhu. Atëherë, para çlirimit të Mekës ndodh edhe një ekspedit e cila udhëhiqet nga Amr ibn al-As. Tham në ligjëratën e fundit se luftën dhe betejën e Mu'tes e
dërgoi drejt fitores, ta quajmë në atë fitore e cila ja u sjellli muslimanëve, ishte kush? Khalid ibn al-Walid, i cili e kishte pranuar Islamin po në këtë vit, në vitin e 8 të Hijrit. Shoku i tij dhe mocanik i tij dhe në kuptimin e trimërisë të ngjajshëm e pranuan Islamin bashk. Dhe ishte ky Amr ibn Asi, i cili kishte bo përpjekje për ta shpartallu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, por se Zoti i Onjël Xhelaluhu e kishte ditë në zemrën e tij se meriton të jetë një musliman i cili do të përmendet për të mira. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për t'i rregulluar disa prej fisëve të arabëve, të cilat tham përpiqeshin ta turbullojnë qetësinë e Medinës, e dërgon Amr ibn al-Asim radhiyallahu an. Dhe shkon Amr ibn al-Asim me disa shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i shpartallon ata të cilët rebeloheshin kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga ky rast dhe kjo ekspedit, çka kuptojmë neve dhe çka na duhet neve në jetën e përditshme, kuptojmë një sens shumë të rëndësishëm. Dhe ajo është shumë me theks të veçantë, dhe se si Amr ibn al-As si vjetë e pranon Islamin, Khalid ibn Walid si vjetë e pranon Islamin, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ngarkon me detyra të veçanta. Dhe ajo është komandat bloku të udhëheqësisë, post të udhëheqësisë. Dhe natyrshëm tek njerëzit poste të tilla nuk mundet me marr çdo kush. Pra zakonisht njerëzit kur janë komandante udhëheqës e kështu me radhë, kur bartin prirje për të udhëheq, e ka një lloj stazhi të kaluar, një lloj përvoje të kaluar, e pastaj njerëzit ja dorëzojnë apo çelcat e udhëheqjes. E pse pejgamberi se ja dha edhe Khalidit, ja miratoi Thabit ibn al-Akram, ja kishte dhënë flamurin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk i thap se ja keni dhënë, dhe këtu po ja jep me dorën e vet Amr ibn al-Asit, komandant lloku, në ekspeditë veçantë. Pse vallë? Për ta thyjat traditën se udhëheqjen e merr ai i cili ka stazh. Në Islam është pak më ndryshe. Në Islam është me merit dhe dinjitet. Ai takon këtij, a e kryen ki, a e bën më mirë. Nëse plotësohen këto kushte, tjerat nuk i shikojmë na. Apo stazhet të kaluarat mirën parasysh në raste të caktuara, por se te muslimanët gjithmonë ka qenë cila pjesë, nëse është prej muslimanëve dhe një post i caktuar duhet të mbulohet me dikan, nuk shikohet me vitet kaluara. Me çka shikohet? A i plotson ki kushtet? A është ma i pjek se dikush tjetër? A është ma i aftë se dikush tjetër? Po, atare shko. Dhe në mesin e tyre kish njerëz shumë më të mëdhenj të cilët kishin bë vite në Islam, por se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i shikon tek këto gjërat. Andaj mësimi të cilën kemi mundësina me shkoqit dhe me nxjerr nga kjo ekspedit e cila u quajt Dhatus Salasil, ekspedita e Salasil, e printe Amr ibn al-Asi. Pastaj në ditën e 10 të muajit të Ramazan të vitit të 8 të Hijrit, Allahu Gjelle Gjelaluhu e çliron Mekën nga duart e Qurayshve, pagan të asaj kohe, idhujtar të asaj kohe. Si ndodh deri te çlirimi? Dhe ky çlirim, të nderuar xhamatli, ka ndodhur çlirim patsor. Dhe kjo është ajo administrimi i Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe drejtimi i frenave të gjërave të kaderit. Ishte problem me e çliru Mekën me paqe, por se Zoti jon Gjelle Gjelaluhu, por shkak se e ka bë të shenjtë këtë shtëpi dhe e ka beku këtë shtëpi, ashtu i ka sill gjërat, ashtu kanë shku gjërat që kjo çlirohet me paqe dhe mos ketë atë luftë. Pra, kjo është edhe prej hikmetit të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Çlirohet një vend me paqe, megjithse armiku është brenda dhe nuk dëshiron me shlupe, kjo është vetëm me urtësinë e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj Mekja ishte në krye me Ebu Sufjan ibn Harbin, kushëririn e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe ata ishin marrëveshje. Marrëveshje ishte një pikë
nëse ju kujtohet atje, pika e marrëveshjes ishte kështu: kushdo që prej fiseve dëshiron me dal nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ata ishin vetëm Muhamedi, nuk e kishin Rasulullah. Kushdo me dal nga Muhamedi, del nga Muhamedi, dhe kushdo me ardh ka Quraysh, vjen ka Quraysh. Mirë, nëse një fis që ka shku ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam goditët dhe përlahët dhe përleshet me një fis tjetër që nuk është pi Qurayshve, por ka hinë aleancë të Qurayshit, atëherë ka drejt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me mbrojt aleatin e vet, dhe ka drejt Quraysh me mbrojt aleatin e vet. Atëherë në këtë pikë të marrëveshjes ishin dy fise. Një fis i quajtur Khuzaa dhe fisi tjetër Benu Bekr, bitë e Bekrit. Këto dy fise. Khuzaa kishte hinë aleancë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, fis i caktuar. Bekr kishte hinë aleancë me Quraysh. Këto në ignorancë xhailet kishin pas përleshje në mes veti, Khuzaa me Bekrin. Atëherë një natë prej natëve, duke qenë këta afër Mekës aty, fisi Bekr shkon dhe i afrohet fisit Khuzaa dhe i presin me fletë. Tamam ata flenë, këta i godasin. Dhe kur ata zgjohen, kërkojnë që mos luftohet fisi Khuzaa. Ata refuzojnë. Derisa i bojnë mbe në Zot, e në Allah, e në gjithë shka, ata nuk shlojnë pe. Dhe goditën ndërmjet veti. Dhe diku 20 njerëz vritën nga fisi Khuzaa. Dhe në këtë përleshje, disa prej Qurayshve ju japin armë Bekrit, që ta sulmojnë Khuzaa. Dhe ishin vetëdijshëm se ky fis është në aleancë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë shpartallohen, pra ndahen dy grupët, derisa Amr ibn Salim edhe Khuzai, njëri prej atyre fisëve i cili ishte sulmua, ishte aleat me pejgamberin alayhi salatu wassalam, vjen në Medinë dhe i tregon se çka ka ndodhur. Dhe e lut për hir të Allahut, për hir të marrëveshjes, për hir të asaj çka thot na se kena prish. Quraysh pse i kishin bërë këta? 400 kilometra larg, ndoshta smirët vesh. Apo ndoshta smirët vesh, por se jo. Allahu kishte caktuar që të mirët vesh. Dhe vjen ki Amr ibn Salim te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot kështu dhe kështu, na kanë tradhtuar fisi Bekr, të cilët janë në aleancë me Quraysh i kanë ndihmuar dhe na i kanë vrarë 20 njerëz, thot po të lutemi në familje e në Zot na ndihmosh. Atëri thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nusirte ya Amru, ti je i ndihmuar vetëm se o Amr, vetëm se je nga dhënjes. Atëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hidhrohet për këta. Se i shprek tradhti një fis në aleancë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi alaihi salatu wassalam fillon dhe përgatitet. Fillon dhe e vendos planin e tij. Këtë plan, për dallim nga herave tjera, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ban sikur në zakonisht që e thirrte këshillin e kështu me radhë. Pra në Bedër, në Uhud, në Ahzab kanë e thirrte këshillin. Apo pse? Gjëse ishte luftë. Tani pejgamberi sa nuk e thirr kërkan. Në shtëpinë vet po vendos çka ka mendon. Pse vall? Nga se këta po e ban Allahu xhelle xhelalu. Thash, dietarët thanë, Mekja u shliru pa luftë. Dhe shlirimi i vendit pa luftë është i rëndë. Vetë Zoti xhelle xhelalu e ban këta. Me shliru, me jamor dikujt vendin komplet pa luftë, duke pas aty ushtar. Kjo s'është e mundur. Ku ndodh kjo? Kush ta shlon ashtu vendin? Por vetë se raste shumë të mëdha me sulme të caktuara. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk pe thirr kërkan. Vetë po e ban planin strategjik. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ju thot sahabëve përgatituni, mobilizohuni. Kur kush nuk e di për çka po mobilizohen. Dhe i tregon vetëm Aishës radhiyallahu anha. I thot do të shkojmë në Mekë.
nga se e kanë thy besën. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgatit ushtrinë e tij. Ebu Bekri nuk pëdi. Para mendo cili njeri? Ebu Bekri. Vjen të qika e vetë, të gruja e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: a mos di diçka ti? Ti gruje e pejgamberit, a mos di diçka ti? Nga është çështja, ka do të shkojmë? Ata nuk e diskutonin ku kena me shkuna, se na nuk mobilizohemi pa e ditë. Jo, pejgamberi sa më ka thënë mobilizu, mu vesh e ku shkojna e di aj. Ti mos të interesoje ku shkojna. A është pejgamber? Po. A tham, ti e ki veç obligim me dit. A e ka thonë pejgamberi se ma jo? Tjetrën nuk ki nevoj ti me e diskutu këtë çështje. Atëri i thot Aishës: oj bia ime, a e di ka? Thot, i propozon Ebu Bekri, thot, mos e ka Gatafani? Thot, jo. Mos e ka nga Khajberi? Thot, jo. Mos e ka, thot, të Bizantët, se na met një luft atje pa e kry? Thot, jo. Thot, mos e ka nga Kuresht? Thot, jo. E këtë ras shka tha Aisha? Jo, ajo e dinte se penga me sa më ka thonë s'ka dhe folë. Shiko, nuk tha tash baba em ka ardhë të mi kalzue. Jo, në këtë rast ishin dy çështje të mëdha, burri dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri e takon dhe i thot: ja Rasulullah, për ka është drejtimi? Për ka është drejtimi? Thot këtu, pejgamberi sa më thot jo. E pejgamberi nuk i lejohet me rrejtë se i thot: a jena të shkuj këtu? E tha: ja Rasulullah, të Kuresht? Tha po. Tash kjo pejgamber nuk guxon me dal rrejmë për këti, por tha: heshte këtë punë. Heshte këtë punë. Pse? Çashtu ishte punë, strategjie që të shkohet në Mekë pa e ditë ata. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam lutet që Allahu xhelle xhelaluhu mos t'i mundson spionave të Kurejshve të morrin lajme çka do të bën pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: Allahumma khudh al-uyun wal akhbar an Quraysh. Thot: o Zot, çorroj syt dhe çorroj spionat e Kurejshve. O Zot, çorroj syt. Kuptimi, nëse vjen dikush me vozhgu dhe don me morr rash ka e kena na drejtimin, thot çoroje. Apo do një spion do me mbart lajme, informacione, thot çoroje o Zot. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot shokëve të vet, sikur pesho Ebu Sufjanin të ardh. Apo sikur peshof Ebu Sufjanin të ardh. Ebu Sufjani ishte prisi i Kurejshve. Në këtë përleshje që këshin hikë të difise, Ebu Sufjani është hidhruhe, s'ka mor pjesë. Dhe ka thonë: tani që i kini ndihmu fisit Bekër për me e luftu fisin Khuzaa, i cili është në aleancë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, tani prit në të keqen, prit në luftën. Çka me ndut? E keni ndihmu fisin në aleancë, ai se ka prish marrveshjen, ju e keni prish. Tani çka kena me bë? Atëherë Kurejsh thon: shko lute, se ajo është njëri but, ajo njëri mirë. Te kush? Te këto çka e luftonin. Shko sa ajo njëri mirë. Shko lute për hatër të familjes e të fisit. Thuj përsërite marrveshjen. Atëherë thotë: unë shkoj, po nuk dihet çka ndodh. Shkon Ebu Sufjani, vjen. Ebu Sufjani e kishte një qik në Abisini. Ajo qik, Ummu Habibe, ishte martu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pasi ka ndru jetë burri i vet. Dhe ishte që e ka dhënë mehrin kush? Nejashiju. E kishte mundsu martesën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo tani ishte mo e kthyer. Dhe ishte qika Ebu Sufjani. Dhe vjen Ebu Sufjani një herë hinte qika vet. Normal, nga i njofshmi më i njofshmi deri te ati ku po do me shku. Dhe hinte qika vet dhe mundohet mu ullë ku ullët pejgamberi se më te shtrati i vet dhe ishte ajo mbuloja. Atëre ajo qika vet e të rejgjë mbuloja. E hek mbuloja. Thot: oj qika jeme, pse e hek e mbulojën? Thot: se kjo është mbulesa e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këtu ullët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot: pse a una nuk banë mu ullë që ati? Thot: jo, se ti e i dhujtar dhe si beson ati. Thot: oj qika jeme, pas ke lëviz pak, ka të esabe ke shej, të pas ka godit diçka, s'ko ke mirë ti. Thot: jo, mirë jam,
ti je i dhujtar, nuk guxon më ul ku ulet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe del. Shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot kemi ardhur me përsërit, me shtrëngu çka është e shkruajtur. Me ta dhënë edhe një herë bejse. Thot pse me shtrëngu? Pse me shtrëngu? Thot ta shtrëngojmë, ta riparojmë. Thot mos ka diçka tjetër. Thot jo, ta riparojmë. Pejgamberi sa hiç nuk i fol. Ai fol, ai hiç nuk i fol. Dhe e shef se s'ka mundësi te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ata shkon te Ebu Bekri. Thot o Ebu Bekr, ka është kështu dhe kështu te çika, ka është te pejgamberi sa a mundesh mi fol për sa ta rinovojmë, ta modifikojmë marrëveshjen, po dojmë mi qëndru pas marrëveshjes. Thot çka të ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Thot s'm ka fol. Thot a hundit me të fol? Thot çka thoje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Atëherë shkon te Omeri. E tani e ka gjetë njeri ku ka shkuar. Shkon te Omeri, thot o Omer, a mundesh mi fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta rinovojnë marrëveshjen, ta shtrëngojnë marrëveshjen, ta vendosmë edhe një herë besën çato pika. Thot ai e konte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po thot edhe te Abu Bekri. Thot atë unë ke ardha. Pasha Allahu, pasha Zotin, bubreca me pas veç, as shpat, as kur gjamës, veç bubreca me pas, të luftoj me bubreca. Vetëm edhe thoje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Omeri nuk ishte si tjerët, ish pak një lloj të nxehur e më shpejt, porse e frenonte me e kishte atë stabilizatorin. Kush ishte ai? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pas vdekjes tij kush? Ebu Bekri e stabilizonte. Tha vallahi me bubreca, me met të luftoj. Atë spikto. Ata shkon te Aliu radhiyallahu anhu. Thot o Ali, thot unë ti jena më afër. Na jena më afër në familje. Thot shko te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe lutë ta rinovojna marrëveshjen. Shiko që shpelutin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Andaj disa dietar kanë thënë surja Yusuf, të nderuar xhamatli, këtë ngjarje surës Yusuf është një lloj ripërshkrimi i ngjarjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj një herë hudhën bunar, pastaj u bë pushtetar, pastaj po vinë këta, se ky kushëri po vjen te ai, pelut. Shikoni vllazit e Jusufit kur shkuan, çka i than? Tasaddaq alejna, e zgatë dorën than, na jep pak sadaka. Ti ko ke njëri mirë, po e lutim pejgamberin sa. I thot Aliu, s'ka mundsi. Dhe thot na nuk lëvizmi pi asaj çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata i drejt Fatime si drejtohet. Thot oj Fatime. Oj Fatime, thot na jena me një kuptimin familjar. Thot lutë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, lutë ta rinovojnë marrëveshjen. Edhe aty kishte djemt Aliu radhiyallahu anhu dhe i thot Ebu Sufjani, për hatër këtyre djemve, kjo e kish kuptu që është jenë mo, kjo e dinte se si të vene Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo i pari, nëse kjo ka kalshu kuptimin fuqit, mos formi për ato tjerë, Khalitin se kish mo me veti, Amr ibn Asin se kish mo me veti, s'ka mo ata njërës të fort, nuk i ka me veti, tha për hatër të këti fëmijës, ndoshta këti fëmijës i jetë nami, tha jo, çka thoje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe del i dëshpruar dhe kthehet në Mekë. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mbledh ushtarët e tij dhe mbledhen 10.000 ushtarë. Ky është numri më i madh i mobilizuar ndonjëherë në historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri më tani. 10.000 ushtarë dalin në ditën e 10 të Ramazanit të vitit të 8 të hijrit nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe nisët rrugës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 10.000 ushtar, skenë e madhe, e hatashme. Andaj Abu Sufjani u tmerru dhe kthehet atje. Dhe ju tregon se s'ka kuptimin Zoti ja u dhosh hajrin juve. Kështu me kësi terme ju flet, thot Zoti ja u dhosh hajrin, s'kish mundësi me intervenu. E qka ka me bo, i thonë, as nuk e din qka ka me bo, e as nuk folke. Qka ka me bo? Pse u përlajtë? Pse e prishët marveshën? E tani mbane. Andoj Zoti gjellë shiko, si lidh gjërat. Atër rrugës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e takon një djalë të axhës së tij. Dhe ishte
Ebu Sufjan ibn al-Harith. Jo ki çka, ki tjetër ishte. Ai ishte Ebu Sufjan ibn al-Harith, ki Ebu Sufjan ibn al-Harith dhe tjetër Abdullah ibn Ubay ibn Abi Umayya ibn al-Mughira. Edhe ky ishte familjari pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por se ishin i dhujtar deri tani dhe kishin ofendu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto nisën me pranu Islamin. Rrugës e takojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe vinë dojnë me hitë tenda ku ishte ndalë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë nuk i du. Nuk i du. Atëherë intervenojnë disa prej njerëzve që mi fut mrenda dhe nuk din kush me shku. Atëherë shkojnë te Aliu. I thojnë: "O Ali, çish me hitë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam?" Thotë: "Vallahi si mos hina te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam." Thotë: "Kena mi morë fëmijët e tonë, kena me dalë në shkretin derisa të na kape vdekja." Dhe ato ishin edhe kusherit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dëgjon kësi informata fillon e zbutet. Ishte i mëshirshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Aliu thotë: "Unë ju tregoj se me shku. Tash ish malet, këto kanë ardhur me pranu Islamin." Thotë: "Shkoni te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe lexoja një fjalë e vllaznive të Jusufit." Edhe sot puna. Atëherë shkojnë ata dhe ja lexojnë fjalët e vëllezërve të Jusufit. Çka i kanë thënë vëllezërit të Jusufit? I kanë thënë: "Laqad atharaka Allahu alejna wa in kunna la khati'in." Kur kanë shku, kur e kanë marrë vesh se Jusufi, kanë thënë: "Pasha Allahu ti ko kon më mirë se na, dhe pas ka dhënë Allahu më shumë grada se na kon gabimtar." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë: "La tathriba aleikum", s'ka gjuna për juve, e janë mrejna. Dhe i pranon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka qenë prej të mirave dhe rahmetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat do të diskutojnë në fund si dobi. Pastaj pejgamberi alaihi salatu wasalam fillon rrugtimin për në Mekë. Ishte Ramazan dhe ishte nxehtësi e madhe. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon me ju thonë shokëve vetë që ta prishin agjërimin. Nga se tani një adhurim përballë një adhurimi, cili është më i madh. Nëse ky pengon te ai tjetri, ky prishet, arrihet ai tjetri. Andaj kështu sheriati i menaxhon gjërat. Ku të përplasën adhurimet, kur përplasën të mira, një e mirë dhe një tjetër e mirë. Por mu bën një e mirë, po pengon që kjo e mira poshtë. Çka bojnë ana? I thojnë aksoj të mirës ti prishu, sa ajo tjetra më e madhe. Kështu sheriati i menaxhon gjërat. Andaj si thojnë njerëzit këtu është urtësia e Zotit xhel xhelaluhu. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam fillon dhe i urdhon shokët e tij që ta prishin agjërin. Fillojnë plot me prishje, plot se prishin. E kur mrin me një pozitë dhe me një vend kur i sheh pejgamberin të molisur e të raskapit, atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Innakum qad danawtum min aduwikum wal fitru aqwa lakum." Thot tani jemi afruar afër armikut. Prishne. Krejt prishne agjërimin. Pse? Nga se është më e fortë kundër armikut. Shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu i menaxhonte gjërat. Kur mrin me një vend i quajtur Gjuhfe, vjen kush? Abbasi, agja i vet. Dhe kjo është i fundit çka ka bë hijret nga Mekja. Nga se tani mos lirohet dhe pas lirimit mon nuk ka hijret. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La hijrata ba'da al-fath." S'ka emigrim pas lirimit. Tani më është liru, s'ka mundësi ti pin Mekë me shkun Medinë me u llogarit emigrues. Por se prej vende tjera në vende tjera, normal se kjo vazhdon dhe shumica e dietarëve në aspektin juridik e kanë vazhduar legitimitetin dhe validitetin e emigrimit dhe hijretit. Por se prej Mekë në Medinë, kjo më nuk është valide. Atëherë vjen Abbasi ibn Abdul Muttalib me familjen e tina dhe gëzohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam arrin afër Mekës. Kur arrin afër, pejgamberi alayhi salatu wassalam i urdhron shokët e tij në një vend të quajtur Dhihran, i urdhron që të gjithë të kallin zjarme. 10.000 zjarme. Ishte një pozitë dhe një skenë që banorët e Mekës ta kuptojnë më tani se s'kan në mundësi. Dhe kur shkojnë natën atje, atër dalin këta prisat kadal me shiku që ka po bëhet.
kur e shohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata nuk e din kush është. Njëherë mendojnë se mos është Khuzaa. Apo kur jetash kur ki bësh shumë faje, se di cili faj ato të gjujtash. Apo për shembull, kur ti ke problem me njërin, ke problem me tjetrin, apo për shembull zullumçar, kriminal, kur kanë probleme dhe sulmohen, tash se di ai kush atë gjujt. Ndoshta ky që ka pas problem me ta, ndoshta ai tjetri që ka pas problem. Kush është? Thot Ebu Sufjani, ndoshta Khuzaa. Apo kena pas problem pak para disa ditëve. Dhe fillojnë të shqetësohen. Dhe dalin disa prej parijës dhe po e shohin një numër të madh njerëzve me zjarr në dorë dhe ishte tërë. Ishte skenë trishtueshme për ata. Në këtë çast dhe në këtë çaste të mërshme, Abasi, axha i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fillon me lëviz që t'i binde Quraysh mos të luftojnë. U kry, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur me diçka çka s'ki mundësi më dal karshi. S'ki mundësi më dal karshi atina. Atëherë fillon e bën disa lëvizje. Kur vjen e shef Ebu Sufjani. Edhe i thot: "Ja Aba Handala, o Ebu Sufjan." Thot: "A je ti Abbas?" Thot: "Po unë." Thot: "Kush është?" Thot: "Gjejshu Muhammed, ushtria Muhamedi sallallahu alaihi wasallam." Thot: "Dhe ju s'keni takat me këta." Thot: "E çka me bëu Abbas?" Thot: "A pe shef këtë mushkën çka e kam? Është e Muhamedi sa hip këtu. Hip prapa meje." Dhe fillon me shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rrugës duke ecë, kishte patrullime dhe vëzhgime nga ana e sahabëve. Pejgamberi kishte caktu vëzhgues, nuk ishte ajo aq e lehtë. Atëra disa i thonë: "Kush është?" Abasi thot: "Unë." Thot: "Dhe jam me mushkën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam." Atëra thot: "Ki prapa teje?" Ki thot: "Është Ebu Sufjani." Ebu Sufjani armiku, tradhtari. Atëra elçojnë pak para se me shku te tenda e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e nal Omeri. E del vrap. Thot: "Kush është?" Thot: "Abasi." Thot: "Ky pas teje?" Thot: "Ebu Sufjani." Thot: "E këta mirë na veshën me këta, lema këta mu thash." Thot: "Jo vallahi." Thot: "Unë e ku mor mbes." Thot: "Vrap te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të marr leje dhe të ekzekutoj." Atëherë Abasi fillon me shty më shpejt atë kafshën që të shkojë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe hinte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tamam, Abasi hin edhe Omeri hin. Omeri thot: "Ja Rasulullah, mle ta ekzekutoj këtë tradhtari." Atëherë i thot: "Çka u bë?" Abasi thot: "Ja Rasulullah, Ebu Sufjani unë e kom siguruar." Thot: "E janë nesër mëngjes." E janë nesër mëngjes. Dhe vjen pejgamberi dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nesër mëngjes. Dhe vjen Ebu Sufjani dhe i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Ebu Sufjanit: "A nuk ka ardhur koha me kuptu se s'ka Zot përveç Allahut?" Thot: "Po valla, e kum kuptu. Me pas Zot përveç Allahut më kishin ndihmu. Asnjë s'm ndihmoi. 360 Mekë. Edhe të shtëpia që i kishin plot Zota, asnjë s'm ndihmoi. Pa wallahi law kana hunaka aliha, me pas ilaha, Zota të tjerë më kishin ndihmuar." Tha pejgamberi: "A nuk e kuptove se jam i dërguar i Allahut?" E tha: "Çto pak disi s'jam ala i qetë." Abasi tha: "Çka je tu prit? Çka je tu prit? Thuj la ilaha illallah Muhammed Rasulullah." Atëherë me disa lëkundje edhe përplasje me vetveten e pranon Islamin Ebu Sufjani ibn al-Harb te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Ebu Sufjani ishte kryetar. Atëherë Abasi, cilin e kishte marrë detyrë Abasi me shkute me kelit dhe mi u thonë: "Lene luftën, s'ka më luft, ki ka fituar." Atëre, kur e pranon ki Islamin, e gjenë mjetin më të mirë. A shiko, nëse është puna me kry, ki e krynë më mirë, se ta është, ki alama hazër është atje. Sot e ka pranon Islamin, e të se din. Atëre i thot: "Ja Rasulallah, Abasi." Thot: "Ki Ebu Sufjani e ka pak dëshirë këtë pozitën, me fry pak." Thot: "Asë një jep dhe një gratë pak më të veçantë." Atëre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "Kush mshelet në shpinë e vetë, është i sigurt. Kush mshelet në qabe, është i sigurt. Dhe kush shkon të shtëpia e Ebu Sufjanit, është i sigurt." Kjo realisht ishtë njësoj, po pak me arre
që i thojnë lëvdratën atina, me arre shpindën, se qa ka dalim me nejtë shpitanën dhe shpinë ati, me thonë dikush armiku, rrinë shpiz të nguci, rritë të shpia këti zë nguci, po pse me shku të shpia këti, rrinë shpitejme, njëtë ta siguri, por se pak me jafrije atë fotolokin që ka kishte Ebu Sufjani. Atëherë ky nisët në Mekë dhe ju thot ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ushtri la qibala lakum biha. Çështu ju thot tekstualisht. Thot ju s'keni takat karshi atina. Atëherë del gruaja vet. Hind bintu Utba. Hindi e cila ishte çika e Utbës i pari që ka dalë në Bedër dhe ishte motra e Ebu Hudhejfës, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte gruaja e këtij. Atëherë del Hindi dhe i thot, çka po ndodh? Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me ushtri që s'keni ju takat mi dal karshi. E keni thi besën dhe ai ka ardhur mu hakmor. Andaj mbylloni shtëpitë e juve apo mbylloni në qabe apo mbylloni shtëpinë në time. Atëherë ajo Hindi e kupton. Thot çka pas ka shtëpia jote më shumë? Çka pas ka shtëpia jote më shumë? Edhe thot, o ju Kurejsh, burri jam është tradhtar. Kësi fjallë, burri jam është tradhtar, sulmone, vërshone, goditne dhe që ju ka tradhtue. Thot, kjo është Frigacaki, kjo është Tutsi, edhe fillon me fjallë, me randu, me fjallë të mëloja. Atëherë, Ebu Sufjani thot, o ju Kurejsh, mos e ngoni këta që ka thot, kjo është veç një gruje tash e ka kape euforia. Ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një ushtri. La qibala lakum biha. S'keni takat karshi atina. Hini shtëpitë e juve, hini në shtëpinë time ose hini në qabe e siguroni vetveten. Edhe ata e kuptuan. Ata e kuptuan se çka është i pari komandanti me thonë u kry, s'ka takat. Çka tha Khalidi atje në Mu'te? S'kemi takat. Po Khalidi, s'kemi takat 200.000 me 3.000. Andaj fillojnë edhe hynë në për shtëpit e tëre të gjithë ata të cilët ishin prej banorve të Mekës e tani ata të cilët e kishin ofendu pejgamberin se me kishin bë trazira her pas here, ata trishtohen mas shumëti. Ikrime, Safwani e shumë prej atyre të cilët kishin bë trazira, ata trishtohen mas shumëti. Ata që ishme shpëtu tani. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam fillon me hyje në Mekë. Fillon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e bën strategjinë si me hy në Mekë. Hyn pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një pjesë e cila quhet pjesa e epërme e hyrjes në qabe dhe një pjesë e poshtme e hyrjes në qabe. Pejgamberi alayhi salatu wassalam hyn nga pjesa e epërme dhe poshtë e shron Khalid ibn al-Walidin dhe jep urdhër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tuqatilu illa man qatalakum, mos e luftoni kërkan përveç se ai del dhe ju lufton. As kanë s'ka me luftue, përveç se del dikush dhe ju lufton juve. Atar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një modesti të madhe, me një madhështi dhe normal krenari, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam futet në Mekën e Zoti Gjelle Gjelaluhu 8 vite pas përzarjes dhe dëbimit nga vendi i vetë. Ku po hi? Në vendlindje. Por se, para mendoni, për 8 vjetë Zoti Jon Gjelle Gjelaluhu ja ka rrotullu këtë gjërat. Dul i dëbum, dul i përzant, dul i luftum, tani po kthehet dhe njerëz i kanë ul kokat. I kanë ul kokat, i kanë ul krenarit, i kanë ul guximet, po i nënshtrohen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atar nga pjesa kush kishte hi Khalidi apo Quraysh i lshojnë do në kuptimin i kanë thujt ato e ubesh. Këta janë si me thonë, si nomad të rand dhe nuk ju kanë kushtu vëmendje atyre. Ka thonë të shlojmë do helbet si dihet, ndoshta e mposhtin, si mos të mposhtin, thot, na nuk morra përgjithësi se këto nuk janë me vlerë. I lshojnë Khalid ibn Walidi e kishte urdhën jo me luftu. Kur i shet se do dalin me luftu, i lufton. Dhe i vjen urdhë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Khalidit, atë kum thon mos me luftu. Thot ja Rasulullah, ato luftuan, ato
çka më bë, unë mundova mi ik, atëherë thot pejgamberi sa qadaullahu khairun, qaderi Allahut është më i mirë. Por se ata shpartallohen. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hin në Mekë, pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam mbledhet rreth Qabës, i ban disa prej tavafeve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillojnë muslimanët me bë tekbir, me thënë elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Ishte një skenë shumë madhështore, ishte një skenë shumë e madhe, se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas 8 viteve po kthehet në Mekë, çlirues, triumfues, ngadhnijës me paqe. Ja kishte siguru Zoti jon xhelle xhelaluhu. Atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam e thirr Uthman ibn Talha dhe i thot më jap çelësat. Më jap çelësat e Qabës. I merr çelësat e Qabës pejgamberi se para mendo. Çelësat e Qabës, a e dini fundën ar kur i ka prek? Kur u i ri 15 vjet. Apo kur i than kur dashën me rinovu Qabën. E atëherë tanë kohën i kam bo problem. Tani me shumë qëtësi, me shumë rahati, me shumë dëgjushmëri, 10.000 sahabe me veti. Kështu është ajo kur Zotit i menaxhon punët. Kështu është kur Allahu t'i drejton punë. E thiri Uthman ibn Talha, nga se nga kjo familje i kishin çelësat, i tha më jep çelësat dhe i mor çelësat pejgamberi sallallahu dhe hini në Qabë. I fali 2 rekat pejgamberi dhe i mbylli derën. Në brenda ishte Bilali radhiyallahu an. I fali pejgamberi sallallahu 2 rekat. Disa dietarë kanë mohuar që i ka fal 2 rekate, por se më e vërteta është se pejgamberi ka hinë në Qabë dhe i ka fal 2 rekate. Aliu në këtë rast ishte privilegj mi pas çelësat e Qabës. Çelësat e shtëpisë së Zotit më të madhe në tokë. Apo atëherë Aliu tha ja Rasulullah, a na i dorëzon çelësat? Pejgamberi sallallahu tha jo. Tha firmani Uthman ibn Talhan, çati çka e mora çelësat. Tha merri. Tha ja, këto janë çelësat e juve dhe nuk ja u merr juve këto çelësa vetëm se një zullumçar. Pra juve ju takon pejgamberi sem, pra nuk ka ardhur për çelësa, nuk ka ardhur për pushtet, ka ardhur me e vazhdu misionin e Zotit xhelle xhelalu. Atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam fillon dhe i than putat. Kjo ishte skena më e tmerrshme për Kurajsht. Fillon e than puta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një shtiz, me një dru të vogël në cilin e kishte dhe e lexonte fjalën e Zotit xhelle xhelaluhu, jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Thonte pejgamberi se duke lexuar fjalën e Zotit xhelle xhelaluhu, erdh e vërteta dhe u zhduk e kota gjithmonë ka qenë zhdukur. Dhe fillojnë 360 puta me i thyje bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tani edhe moralisht Kurajshit ran, ku janë ato zotat që na kena luftuar për to? Ku janë ato normat që na kena menduar se janë hak? Shkuan. Ar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe ishin disa prej zotave të cilat ata i adhuronin puta, apo a lejohet me qujtë zot? Ne kemi thonë shumë ligjërata që lejohet me qujtë zot në ata që ka e qujnë ata, ajo që ai meriton me qenë zot. Atëra pejgamberi i dërgon disa ekspedita në krye me Khalid ibn al-Walidin e shumë prej shokëve pejgamberi sallallahu ku ka puta të mëdhoj me i thyje. Ku ka puta të mëdhoj me i thyje dhe jep urdhër pejgamberi sallallahu të atyre që e pranojnë Islamin, dikon 2000 veta tani në Qabë e pranojnë Islamin, urdhëron që në shtëpitë e tyre të thehen idhujt, të shpartallohen idhujt. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam del në derën e Qabës dhe ju flet Kurajshve dhe ju thot: o ju Kurajsh, ma tarawna anni fa'ilun bikum, çka mendoni se kam e bë me juve? Çfarë mendoni? Tani të dorëzuam, të shpartallom pa forcë, moralisht shkun zotat, s'ka as zot as idhull e s'kur gjo, ka mbet qabja e Zotit me pejgamberin krije dhe këtë shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zguzot të kërkush me livrit tani mo. Atëra ata i thojnë: khajran, të mira. E ta shkush mi thot të mira, këta të cilët vazhdimisht e luftonin, vazhdimisht e torturonin,
vazhdimisht e dëboni, thot, khajra, të mira, ekhun kerimun, u ebnu ekhin kerimin, thot, tije vlla i mirë, edhe djali vllavit të mirë. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi, thot, ju them juve çish ju ka thënë Jusufi vëllezërve të tij, la tathriba aleikum al-yawm idhhabu fa antum at-tulaqa. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si ka thënë vëllezërit, si ju ka thënë Jusufi vëllezërit të tyre, s'ka për sot juve çortim. Idhhabu, shkoni. Fa antum at-tulaqa, ju jeni të lirë të gjithë. Kjo ishte mëshira dhe rahmeti i pejgamberit. Tani kishte në dorë, ishte veç mundësia urdhër me dhanë, dhe këto si çifti Omerit vetëm pritnin. Helbet, po jep ndonjë urdhër. Andaj kur dha urdhër pejgamberi për disa koka, mi vrap ti gjejna më shpejt, mos të vjen edhe dikush me ndërmjetësue. Pse? Se ka bëu shumë krim. Mos shpotoje, nga se te pejgamberi shpotonte let njëri me pak ndërmjetësim. Kuptimin sa do krim me pas bë, vetëm i thonë sa ama fal. Amle. Pejgamberi shiko, Ebu Sufjan ibn al-Harith e kishte shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abi Umayya e kishte shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj tha, s'duami pa, mos vin këtu. Aliu tha, shko thuju si vllazit e Jusufit, ju pranon ai. Kështu njerëzit e mirë kanë siguritë e njerëz të mirë. Do ta përmendim prej dobive. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lëshoi të gjithë dhe pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam filloi me i ligjërue njerëzve aty të cilët ishin, filloi me ju tregue disa prej dispozitave. Atar disa ensar fillun mu mërzit, thanë ky sikur u rahatu tash këto kusherit e vetë, familjarët e vetë, a thu tash ky vjen me neve. Atar pejgamberi sallallahu informohet nga ana Xhibrilit, edhe thot, ja ensar, e jani këtu. Thot, çka po bisedoni? Mos po mendoni se unë kam menet këtu. Thot, ja Rasulullah, vallahi jo për diçka tjetër, po vetë se dojna. E tash tham këtë skenë çka e pam, ndoshta ti po rri këtu, po jo për diçka, jo që na s'do na vetë lan këtu, po kena çef me armë me neve. Atër tha, o jo ensar, unë nuk ju la juve, unë kam ardhur te ju. Nën më ditë ka qëndru pejgamberi sallallahu me kelit në Qabe. Andaj pejgamberi sallallahu fillon me imsue dhe vi njerëzit dhe japin besatimin. Shumë prej priza, shumë prej njerëzve vitin e japin besatimin. Dhe vjen edhe ai i cili e kishte nënshkruajt kanë marrëveshje. E kishte shkruajt marrëveshje. Djali vet Abdullahi, vllavi e Abu Xhendelit, Suhejl ibn Amr, i cili nënshkruajti marrëveshjen. Ai thot, une i vram se i vram. I vram se i vram. Abdullahi thot, jo. Atëherë pejgamberi sallallahu thot Abdullahi, ku baba jot? Thelma babën tan. Atëherë shkon dhe e jep besën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu pra, kjo ishte një generalizim dhe përgjithësim i pasqyrës se si ndodhi çështja e çlirimit të Mekës. Atëherë pejgamberi alaihi salatu wassalam pasi ja u jep disa dispozita, i merr besatimet, i ban beslidhet për zdyti, ata e miratojnë se pejgamberi sa tani është triumfuesi absolut. Atëherë alayhi salatu wassalam pas 19 ditëve nisët mu kthye. Në kthim e sipër ndodh një luftë. E këtë luftë na s'kena mundësi me e përmend, është lufta e Hunenit, ku Allahu xhelle xhelalu ja u ka përmend sahabeve çka tham lazdrien. Ka tham dikush tash mundet mos sikletau për kësaj. Po Allahu e ka përmend. Si ti shpërmend ajet, na nuk sikletau me hiç. Tha Allahu xhelle xhelaluhu: "Idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum min Allahi shay'a." Dhe kujton e luftën e Hunenit ku ju shku 12.000, nga se 2.000 u banë musliman. Na do ta përmendim këtë ligjëratën e ardhme pak më detajisht, shkurtimisht. Tha Allahu xhelle xhelaluhu: "Ju kapi numri i madh fodullaku." Pejgamberi sa pi dëgjon këtë fjalë, si pëlqin, por vazhdoi rrugën dhe i dolën shumë prej fiseve, Hawazin, dhe i sulmun shumë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se Zoti xhelle xhelalu nuk dashni këtë triumf me mposht më një herë kuptimin me hub muslimanët më një herë, por se i gdhejnë di pak. Ka dal pak,
Nuk ju takon kështu mini herë mu krenue me hypë në fotulloke, por që mbane qëtësien, mbane reatien, dinja Allahu Gjelle Gjelalu se a ju ka sjell deri këtu, a ju ka mundësu triumfin, dhe pastaj pejgamberi s.a.s. e rikëthen forcën dhe imposh këta fise, dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas luftës së Hunenit kthehet në Medine me mira deve, me mira ganimetet mëdhoja, të cilat Allahu Gjelle Gjelalu i quajti me ghanime këthira, ganimet i madh për muslimanët. Kjo ishte pra për afrim se pejgamberi ishte shenjë se tani mo misioni po kryhet. Dhe në vitin e 9 të Hijrit të pejgamberit s.a.s. vin 60 delegacione, 60 fise rreth në përçark gadishullit arabik me e pranu islamin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta Allahu Gjelle Gjelalu e quajti çka? Idha jaa nasrullahi wal fath, kur të vjen ndihma Allahu dhe çlirimi, dhe do të futën njerëzit në fenë e Zotit afwaja, grupe. Edhe kështu pejgamberi s.a.s. në vitin e 9 të Hijrit i pret delegacionet, në vitin e 10 të Hijrit e ban haxhin lamtumirës, ku edhe pejgamberi sa jep shenja se tani më i është afruar e xheli, dhe kur kthehet në shtëpi në Medinë, dhe në vitin e ardhshëm ndron jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Neve nesër me lejen e Zotit Gjelle Gjelalu dhe të flasim për haxhin lamtumirës. Çka ndodhi aty? Qish ndodhi? Cili është rrëfimi i haxhit lamtumirës? Dhe në gjëratën e fundit me lejen e Zotit Gjelle Gjelalu do të flasim për ndrimin e jetës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë çka përfitojmë nga kjo çka ndodhi në çlirimin e Mekës? E para, këtu dietarët kanë nxjerrë shumë mësime. Çlirimi i Mekës, ajetet shumëta. Çlirimi i Mekës është studimi dhe objekt studimi për këta ulemat. Po na s'kena mundësimi për me. Do t'i përmend disa prej tyre. E para prej tyre, çka duhet na me kuptue piksoj. Ata e krytën misionin e vet. E na çka duhet me kuptue? E para çka duhet ta kuptojmë të nderuar xhamatli është se Zoti Jon Gjelle Gjelalu na tregoi se të gjitha lëvizjet, të gjitha strategjit, të gjitha mençurit, të gjitha intelektet, edhe nëse bashkohen bashkë, si Ebu Bekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliju dhe Ebu Ubejde dhe Bilali, kjo s'mjafton. Nuk mjafton me fitue. Apo, çka mjafton me fitu? Mi u nënshtru urdhave të Allahut dhe të pejgamberit s.a.s. E tani, kur ti nënshtrosh urdhin do njëherë do këtë se u vanu, e s'po shkon qish duhet, a thu, apo, shiko, Zotë Jon Gjellewala i kishtë zbrit pejgamberi s.a.s. surën Bakara në Medine, dhe i kishtë edhon isharete si fitohet. Apo, një prej asaj, që kemi thonë, kemi përmenë në të rasti i Musës në Ramazanin e kaluar, e vrajti një njeri pej Benu Israelve, kanë e vrajti? E vrajti agjën e vetë. Dhe dul në udhë dhe tha ma kanë vra agjën. Atëra, Musa a.s. tha unë e veti Zotin Gjelle Gjelle, si me kri këtë punë. Qka tha Allahu te bareke ve teala? Idhbahu bakara, prenën i lopë. Kjo lopë ja u zirë problemi. Ta shumë. Në gjiti skenat, së në gjitën, apo? Në gjiti nuk në gjitën. Në gjiti plakat nuk në gjitën. Ka dek njeri ti po thume prej lopë. A mund është ti me në gjitë? A mund është me lidhë? Ku po do me shkuki me këta? Njerin e kena të vrau. Ki po thotë se kanë vrau. Kush ma ka vrau? Ki po thotë pejgamberi Zoti Gjellewala, Musa prenën i lopë. Ato çka thanë? Së ne majtën vetën. Thanë mos bana hajgare o Musa. E të khidhuna huzua, a hajgare i të po me neve ti? A thërë tha, e udhu billah, Zotin arrujt, me bo hajgare. Ata se kuptun ku ishtë qëllimi. Ata nuk e kuptun ku ishtë qëllimi. Zvarritja e tyre, ja u vanoj fitoren, kuptimin zgjidhen e problemit. Deri sa e pagujtën me altan, qfar njire, qfar moshe, qfar ashtu, qfar kështu, paguje me altan. Kër e pagujtën me altan, tha Ibni Abasi, lopën e parë me paskap, me therë, e kish kry punën. Por se, kështu e zvarritje kërse ngonë Zotin Gjelle. Si u kry puna, kër e prejtën lopën, qka tha Allahu Gjellewala? Fadribuhu bi ba'diha. Marrën një pjesë lopës,
e mshonit vdekmit. Edhe ai qohet edhe ju ka zënë kush e ka vrarë. Ama ti së në ngjit këtë skenjë s'munësh me lidh. S'ki mund si truri se ban është ma i likë se me bajt këta. Si, me lopë kena mi mshu, a i ka mu qu, ka me vol, po. Edhe u qu, thot, kem ka vra, kur kush tjetër së më ka vra. E tash Allahu Gjellola për në mëson edhe njetën e Muhamedi s.a.s. Mos i zvarrit një gjërat, mos i nga dalson një gjërat, duke me ndu, kështu nuk shkon, na nuk ina të kuptue. Dikujt për shemë dhe thu, lutja, duaja, në ndihmon. Ai nuk e shef ta. Çka ato bën? Qysh, unë veç duhet me çu ndihmon, shumë ndihmon. Po vetëm ti je i sinqert Zotin Xhelel Xhelalu. Taravit na ndihmojnë. Namazi na ndihmon, mu rregullu shoqëria me namaz, mu rregullu me agjërim, mu rregullu me zeqat. Apo me ngrit zeqatin, e me ngrit haxhin, e me ngrit moralin. E shesë si ndrohen gjërat. Ti hiç mos mendo më aton, vetë ndrohen gjërat. Çka ndodh? Kur të ndodhe kjo e shesh ka ndodh. Ata se diti. Po kur të ndodhe kjo, kur të njerëzit ta kuptojnë fenë e Zotit që duhet, e ta praktikojnë si duhet, vetë vjen rezultati i Zotit Xhelel Xhelaluhu. Andaj mësimi i parë, pavarësisht intelekteve, pavarësisht mençurive, mesin e tyre kish boll burra, boll të mëshëm, ama ata çka thoshin? Shikoj Abu Sufjani i thot, interveno pak, ndërmjetso pak, ban shefat pak. Jo. Çka thoje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj të nderuar xhamati, nga kjo çka përfitojna. Ti nënshtrohemi shpallës së Zotit Xhelel Xhelaluhu. Ti nënshtrohemi hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse ndonjëherë se kap truni, nuk e kap. Leja Zotit Xhelel Xhelaluhu, leja Allahu te bareke ve taala. Vjen dita ku e kupton si benu Israil. U çu njëri foli, tha kim ka vra. Andaj do të vjen dita, do t'i shohmi krejt se si do të realizohen ato që i ka përmendë Allahu te bareke ve taala. E dyta, të nderuar xhamatli, çka e përfitojna nga kjo është se pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë çlirim e bani fshehtas. Veç gryes vet i kish kallzuar. Andaj në këtë dytën është edhe treta, normal se lejohet burri dhe strategu me diskutu me gruin nëse ka besim të ajo. Por të rreziku është se del informata dhe shumë pushtete kanë dalë kështu dhe janë ndërxuar. Po na çka duhet me përfitue? Të punuarit me urtësi dhe fshehurazi. Dhe kjo nuk bjen në kandin e frikës dhe trembjes. Shiko pejgamberi sa 10.000 ushtar me veti. Mund të me thonë, pra, na muna me mëse buzu. Unë i kam 10.000 me veti. Edhe disa fise aleat atje, me kelit janë lodh, ne t'ju shkoj e lajmi, qa ka dërtë? Kush e më i fort këtë rast? Apo? Jo. Pejgamberi s.a.s. e mbajti fsheh, që të shkon me urtësi, dhe mos ndodhe ajo qka nuk ishte hishme më ndodhë në qabe ajo. Nuk ishte hishme më ndodhë në qabe. Kjo muslimanëve sot ju mungon. Ajde tash të bëjmë një transparencë dhe sinceritet dhe besimit shumë të madhe. Çka nuk di armiku për musliman? Çka nuk di? Sot musliman, çka ka diçka çka armiku se di? Çka ka? Asnjë send. Hiç. Krejt të gjitha. Por këtë pa përjashti. E ku do ti me shku për para dhe me u zhvillu? A i di pikat e dopta, momentin qka i duhesh, po me të godit, a i di ku godet. Kur do bën përqarje, kur do shpartalon, kur do bën patrullime, kur do vëzhgon, i ka këtë të gjitha në fush. Dhe këta kush ja mundëson, ata? Jo, na kur e urrejna dikan, i kalzojna kejtve. Kejtve në Facebook i kalzojna. Ej, në ta morin vesh kejt, këta e kam armik, këta se du, me këtë vlavin s'foli. Pse val? Se na jena të padurushëm, të papërmbajtur, të pafrenuar dhe nuk kemi urtësinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj shikoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, as Ebu Bekri, kuptimin Ebu Bekri veç e pruni mes rrenës dhe të vërtetës ta po, të Kurejsht. Aisha tha jo. Aisha tha mos fol, s'ka me fol. Atëherë, nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të nderuar xhamatli, Ebu Bekri si ka kallzu. Ebu Bekri, ai s'dashti mi kallzu. Omeri si ka kallzu. Othmani si ka kallzu.
Aliu që ka kallzu, ku jena të shku? Ju më pëllizoni na e dim ku shkojna. Sa janë të musliman të nevojshëm për këto mençuri, për këto urtësi? Pse mi bë këtë punë haptazi? Pse këtë çdo punë që ka bëhet me ditë këtë dunjaja? Apo edhe sot ndoshta vlen këta me e përmend në këtë kontekst të ndihmave dhe financimeve të cilat bëhen për fukarat. Këtë rregull është me ndihmu fukarave. Këtë rregull është me ndihmu të varfërve dhe me u siguru shtëpi edhe kulm mbi kokë. Por se është edhe një tjetër. Ngushtimi fukarave para kamerave. Ngushtimi fukarave në vazhdimsi. Kë problem është. Po i ndihmon, po sa nëse i mbat levërdi dhe damët, cilën e ke ba? Andaj shiko pejgamberi sa, sos të punë, kryin të punë, por se me mençuri. S'ka nevojë me ditë, as Abu Bekri, as Omeri, pse me ditë? Edhe pse ishin njerëz të mëdhoj, dhe a ka mundësi Abu Bekrit me hik fjala? Jo, vallahi nuk i hik. Shuj hesht, por se ishte qëllimi shumë më i madh. Andaj pejgamberi sa më mëson në këtë se njeriu duhet të punon me mençuri. Tha pejgamberi sa në një hadith, Ista'inu fi qada'i hawaijikum bil kitman. Tha pejgamberi sa selam, ndihmohuni në kryerjen e punëve të juve me mshefje. Tha Ibn Qayyim al-Juzeyy në shpjegimin e këtij hadithi tha, pse e ka thënë këta pejgamberi sa selam? Shikoj pejgamberin sa, po thot, sosni punë, kryeni punë pa kallzu. Pse? Tha Ibn Qayyim se syni godet. Mësyshi godet. Si ta morë vesh dikush, se jetë dosh munis me kryeni punë, vetëm ka dikush ashtu, veç me të këshirë, të hub morali, të hub vullneti, nuk e diti. Nisësh dikush për studime, e këshirë dikush, bje. Është një nxënës i mirë, bje. Është një pasanik i mirë, e këshirë dikush, ja prish, ja tollovit. Pse? Syni, zilia, egërsia e shpirtit, ndjellja e keqe, e cila nxjerr vëner prej mrena, atëherë njeriu çka do të më bën këtë rast? Kryej punë sa të mundesh më sheft. Kjo nuk është në kundërshtim me shariatin. Pse? Nga se kështu e ruan vetveten. Dhe mësimi i fundit të dëruar xhamatli dhe me këta e përfundojna. Ne e përmendëm këtë pikë, po këtu është edhe skena më e qartë. Kjo është skena edhe më e qartë. Shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa raste po e tregon njerëzorën e tij. Apo njerëzillokun e tij sallallahu alaihi wasallam. Në cilat raste? Rasti i parë, Aliu, kur ardh djali i Axhës vet, Ebu Sufjan ibn al-Harith, ta s'du me pranu. Tha thuaj atij çish i kanë thënë vllazërit e Jusufit. E para. E dyta, Abbasi po vjen me Ebu Sufjanin. Tha unë e kum siguru. Tha hajde nesër. Dhe kur po hin në Mekë, tha çka mendoni se kam me bë? Tha burri mirë, vllavi mirë, djali i vllavit mirë, por vetë se mirë s'ka çka me bë. Atër tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ecni se jeni të lirë, in taliqu. Kjo çka jep me kuptuar. Kjo jep me kuptuar një sen. Se njerëzit muslimanët kanë nevojë për personalitete, por njerëz të mirë formuar, të mirë ndërtuar, që njerëzit kanë siguri te ato. Apo so njerëzit e kanë problem me shkuti dikush i sigurt. Me thonë, me këtë zemrën, shkove të ajsa, nuk të refuzon. Shko se ta sos punën, ama i kum gabu diçka. Shko ti të ajsa, a i ta sos punën. Sa kanë nevoj muslimat për kësi punë? Për si njerëzi. Me pas, se këte janë shtilat e shoqërisë. Mos më kanë që të njerëzi, copa ba njerëzi. Sa përplasja, sa fesadi, kush i mba njerëzit, gjithmonë familje dikush ekziston çka, apo e mbarat atë stabilitetin që mos shkojë deri në fund ajo përleshja. Andaj shiko pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me pasngua merin, pak më ndryshe u bajke puna. Edhe në Medinë kur ardhe Abu Sufjani, edhe kur e zuni rrugës atë natën, pa lema të ja heki krije një Resulullah, tradhtar i poshtër. Por çka tha pejgamberi sa? Jo ka ardhur me siguri. Andaj shiko, sa janë të nevojshëm njerëzit muslimanët me pas sy shtylla. Njerëz të cilët sigurohen njerëz të ta. Sa do që i gabon ndaj atij, sa do që e ofendon ata, sa do që e në përkamb ata, ai nuk punon me këta. Nuk thot më kanë shah Allah unë tash jam më i miri. Jo, unë jam i miri kur më shaj apo s'm shaj. Unë jam çaj i moralshmi, i ndershmi, fisniku i xhimertit çaj, nuk ndrona unë. Apo ndjekin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në brenda këtij mësimi
është modestia. Po vjen triumfues. Ka ardhur në hadith, na nuk I përmendëm këtë, po ka ardhur se pejgamberi sa e ka ul kokën prej marrës të hije në Mekë. Shiko pejgamberi sa sallam, triumf I madh, ngadhnimi I madh, ngadhnimi më I madh, derisa surën An-Nasr e ka kuptuar Ibn Abbas e gjel. Që këtë rast Ibn Abbas e komentu e gjeli Zotit për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur triumfon, edhe nëse je I mirë, edhe nëse je njëri me merita edhe me vlera, ule kokën, bohu modest, bohu njëri I cili nuk krenohet me veprat e veta, nuk shet fodullok me veprat e veta, bën e për hir të Zotit, rujet e Zotit Gjelle Gjelaluhu, ta din Allahu Gjelle Gjelaluhu sa të ketë gjenerata. Andaj shiko, pas 15 shekujve po I diskutojnë lëvizjet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe na lutem Zotin ton Gjelle Gjelaluhu që Allahu te bareke ve teala na mundson që të përfitojmë nga virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na stolis dhe të na nxjiros Zoti me këto fisnikri të mëdha. E lutem Zotin ton Gjelle Gjelaluhu që Allahu te bareke ve teala na mundson që të kemi kësi shpirta të mëdhej, si shpirti I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lutem Zotin ton Gjelle Gjelaluhu që Allahu te bareke ve teala t'i kthen muslimanët në fenë e vet. Ja mëson Allahu Gjelle Wala fenë e vet. E mëson Allahu Gjelle Wala ta kuptojmë Kur'anin, ta kuptojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutem Zotin ton Gjelle Gjelaluhu që Allahu te bareke ve teala ku ja kemi qollu, Allahu t'na regjistron dhe t'na shpërblen për ata, ku kemi gabu, Allahu t'na fal. E lutem Zotin ton Gjelle Gjelaluhu që Allahu te bareke ve teala ditët e agjëruara Allahu t'i ban qabul, namazet tona Allahu t'i ban qabul, taravitet tona Allahu t'i regjistron nga veprat e mira, ku kemi rrëshit, ku kemi gabu, e lutem Zotin që të na falë dhe të na toleron. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.